Ndryshimet klimatike po shfaqin gjithnjë e më shumë efekte të dukshme në bujqësinë shqiptare, një sektor që mbështet mira familje dhe që mbetet shtyllë e ekonomisë kombëtare. Përmbytjet e ditëve të fundit në disa zona të vendit, të kombinuara me periudhat e gjata të thatësirës gjatë verës, po e bëjnë prodhimin bujqësor më të pasigurt e më të kushtueshëm. Vendi mund të humbas deri në 7% të PPB-s dhe në një dekadë duhen $9.8 miliardë investime. Sipas planit kombëtar për mbështetje ndaj ndryshimeve klimatike 2026-2036, hartuar nga Ministria e Mjedisit, ku kërkohet zbatimi i 66 masave prioritare në 7 sektor të ekonomisë. Eksperti i bujqësisë, Gjok Vuksani, thotë se alarmi është real dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme. Është e rëndësishme që të themi që Shqipëria është një nga vendet me risk shumë të lartë për sa i përket ndryshimeve klimatike. Dhe mund të themi që përtarët e bujqësia në rang botëror, rreth 35% e gjithë investimeve që duhet bëhen për ndryshimet klimatike duhet i përkushtohen pikërisht bujqësisë. Thatësirat, rritja e temperaturave, sëmundjet e reja të bimëve dhe çrregullimet e cikleve sezonale janë fenomenet që sipas ekspertëve po dëmtojnë si rendimentet ashtu edhe cilësinë e prodhimeve. Ndikimet janë në radhë të parë, thatësirat e zgjatura, pra kemi muaj të tërë që nuk kemi rreshje, dhe kjo ndikon direkt për sa i përket kultivimit të bimëve bujqësore, por edhe mbështrimit të kafshëve. Një aspekt tjetër i ndryshimeve klimatike është përhapja e sëmundjeve dhe dëmtuesve. Duhet një sistem i fuqishëm, rikonceptuar i kullimit në zonën fushore. Ai shton se investimet në sistemin modern të ujitjes, teknologjitë qëndrueshme dhe programe mbështetëse për fermerët janë urgjente, sidomos në zonat që preken shpesh nga përmbytjet ose thatësirat ekstreme. Është shumë e domosdoshme të merren masa urgjente për digat dhe rezervuaret e ujit. Duhet të futet teknologji smart. Ekspertët paralajmërojnë se nëse nuk merren masa të shpejta, vitet e ardhshme mund të shënojnë paqëndrueshmëri edhe më të madhe në furnizimin e produkteve bujqësore, gjithashtu edhe në rritjen e çmimeve ushqimore në treg.